Ja ligji. Ja dhe Maliki. Ligji në dorën e Malikit mund të jetë kështu. Është ndarë nga jeta në moshën 84 vjeçare, aktori I njohur Birçe Hasko, një prej figurave më të dashura të teatrit dhe kinematografisë shqiptare. I lindur me 15 mars 1942 në fshatin Dukat, Hasko spikati për interpretimin e roleve popullore dhe karaktereve tipike të jugut, duke krijuar një stil unik artistik që e bëri të paharrueshëm për publikun shqiptar. Fillimisht ai përfundoi shkollën pedagogjike Jani Minga në vitin 1961 dhe punoi si mësuese drejtor shkolle në Nivic të Tepelenës dhe Poro të Vlorës, deri në vitin 1965, kur nisi studimet për aktrim në Institutin e Lartë të Arteve në Tiranë. Pas diprimimit në vitin 1969, Birçe Hasko nisi punën si pedagog në Akademinë e Arteve, ku më vonë mbajti edhe postin e dekanit të Fakultetit të Artit Skenik në periudhën 1988-1994. Në teatr ai interpretoi role të njohura si Milo Tafani në Shi në plazh të Teodor Laço, Abbas Kola në Shtëpia me dy porta të Rushdi Pulahas dhe Shazo në Familja e Peshkatarit të Sulejman Pitarka. Në kinematografi realizoi 32 role filmike, ku veçohen interpretimet në Kur zbarthi një ditë, Njeriu me top, Radiostacioni, Prall nga e kaluara dhe Shkëlqimi i përkohshëm, ku fitoi edhe çmimin e dytë në festivalin e filmit. Loja e Birçe Haskos u dalua për humorin spontan, mimikën shprehse dhe përdorimin e elementeve të labërisë, që I jepnin në roleve të tij origjinalitet dhe identitet të fortë artistik. Përveç kontributit në skenë dhe ekran, ai përgatiti breza të tërë aktorësh dhe vuri në skenë 18 vepra dramatike të plota. Për kontributin e tij në artin shqiptar, ai u nderua me titullin Artist I merituar në vitin 1989. Me titullin profesor në vitin 1995 dhe më vonë me dekoratën Mjeshtër I Madh. Ndarja e tij nga jeta lë pas një trashëgimi të pasur artistike dhe një emër që do të mbetet për herë pjesë e historisë së artit shqiptar. Shtuku. Shtuku. Shtuku! E të mos shamë në zyrë.